Orës basketbollit jemi me trajnerin Murat Bylge. Coach, you lost despite the absence of three key players at Golden Eagle Lule. They played very well. What went wrong tonight with Pristina? So just we didn't make our habits on the court, the both side. On defensive side and offensive side is 85 points is too much because of last 3 games. Also we are keeping to everybody less than 70 points. But end of the last quarter, both teams didn't play. Just the game is finished already. But we didn't make our habits, our characters. We didn't show it. Okay, thank you very much. Pra, ajo që tha trajneri Murat Bylge, thash një disfat Sigal Prishtinës përkundër mungesave të mëdha të cilat I pati Golden Eagle Lule, tha sonte nuk kemi luajtur ashtu si duhet, nuk treguam karakter, nuk luftuam, për dallim prej mesatarës të cilën I mbajmë në 70 kosha lojtarët kundërshtar, ekipet kundërshtare, sonte kemi pranu 85 pikë, asgjë nuk ka shkuar si duhet, tha e patha edhe në qerekun e 4, pra të dyja skuadrat kanë luajtur vetëm sa për sy e faqe, sa për formalitet dhe për ta përmbyll duelin. Ishte I zhgënyer trajneri Murat Bylge. Së shpejti do të jemi edhe me trajnerin Aleš Pipan, I cili do të jetë këtu pranë nesh. Coach Pipan, congratulations. Very interesting game. You were missing a lot of players, 3 key players, a big man. You lost Hassan French at the beginning of the game, and then you did what you did. How did you win the game? First of all, congratulations to all my players. They did a great job tonight on the court. They fight from the beginning of the game till the end. We played really good on defense. We played as we agreed before the game, aggressive. We stopped their best shooters from outside, from 3 points. We were also not on the beginning, but after that we were very good on defensive rebound. So all over again, it's a very important win for us. Now maybe it's going to be easier for us, but anyway, we got now maybe the third player who will not play till the end of the at least regular season. So What happened to Hassan French? I don't know yet. He had some problem with his knee, but for sure he's not good. You are really unfortunate because first you lost Gzim Orina, then Imran Polutak. Is Imran coming back? Is his injury serious? No, he will be out at least 4 weeks. And this is also Ariel Chelacho is out, so we got a lot of problems with practices also, and if you don't practice good, you cannot play well. But we proved out now that we can play also good these games. Yeah. Okay, thank you very much. Congratulations. Thank you. Pra, ajo që tha trajneri Aleš Pipan, së pari ka uruar lojtarët e tij për një lojë të mrekullueshme dhe luftën të cilën e ka bë. Para së gjithash është I lumtur me mënyrën se si kanë luajtur dhe si kanë zbatuar detyrat e tyre, sidomos në ndaljen, në mbrojtje dhe në ndaljen e lojtarëve shuterave, pra lojtarëve realizues të Prishtinës, tentimet e tyre për 3 pikë, gjë me cilën ishte shumë I kënaqur, pastaj edhe me përmirësimin e kërcimeve në mbrojtje, gjë e cila sipas trajnerit Aleš Pipan ka qenë vendimtare. I pyetur se me të vërtetë këtë sonte arriti në mungesë 3 lojtarëve 7 lart, e dëgjuat se çka tha, e ka humbur edhe Hassan Frenchin për së paku 2-3 javë, sepse ai ka pasur ashtu kështu probleme me gjuhë. Imran Polutak do të mungoj 4 javë, Gzim Orina pra tashmë e dim se e ka përfunduar këtë edicion dhe këtu janë telashe të mëdha. Mirë po thotë që problem janë edhe stërvitjet, sepse në mungesë të lojtarëve nuk po mund të zhvillojë edhe stërvitjet ashtu si duhet, sidoqoftë do të vazhdoj të luftoj, po
për te, kjo fitore sonte është fitore shumë e rëndësishme, pas asaj me Trepçin javën e kaluar edhe kjo, sepse e ka në një mënyrë pra e ka hequr atë dilemën se cila nga skuadrat Bora apo Golden Eagle Lylli do të pozicionohet si e gjashta pozita e funit e cila dërgon në play-off. Adhurues basketbollit është kjo e tëra për sonte. Në amëntimin të Art Motion dhe ekipit realizues të Effect Media, kaq për sonte, e ju vazhdoni të qëndroni me tutje me Art Motion, keni edhe një ndeshje të NBA dhe natyrisht derbin e madh të Spanjës, Atletico Madrid-Barcelona.